çdo ditë pres diellin të lind, të mos jenë lajme nga ti. Për çdo natë do në për qiell, që të vije të flas me ty, të thot sa shumë të dua, të thot se sa po vua, të thot që le dritaren sill mi këtu dy syt e tu. Për njënën në baty nuk jam mësua, vetë më dho dikush këtë malë si dashuar. Si është e shgrua, as mëngjeset dhe as netët pa ty si dua. S'nis dita pa ty nuk jam mësuar, let më thot dikush këtë malë si dashuar. Në bëhet si të jetë e shkrua, as mëngjeset dhe as netët pa ty si dua. Dielli në kup të qellit, ja ku iku dhe një dit, po na fshihet në përruan se nuk ka lajme nga ty. Të më thot zhbëjnë lulet e tua, a jetojnë ato për mua. Kur shiu të troket në xhama, ato merr malli për mua, ato merr për mua. Të më thonë zhbajnë lulet e tua, a jetojnë ato pa mua. Kur shiu të troket në xhama, ato merr malli për mua. Pa ty nuk jam mësua, let më dho dikush këtë malë si ta shuaj. E të bëhet si që është e shkrua, as mëngjeset dhe as netët pa ty si dua. As mëngjeset e as netët pa ty si dua. Kam dhënë e do më mungosh, e unë s'do di ku do jesh ti. Para ekranit të imagjinoj, me popcorn diku në shtëpi. Se do më mungosh, e unë s'do di ku do jesh ti. Para ekranit të imagjinoj, me popcorn diku në shtëpi. Do presësh për mua, në këtë skem të mis të luaj,
Me kapshe njerës të huaj, ku do të gjejtë, të them të du, të them të dua. Çdo nga pres djellin të lind, të më sjell lajme nga ti. Çdo ditë hënën e për cjell, që të vi të flas me ty. Të thot sa shumë të dua, të thot se sa po vua, të thot që le dritaren si li këtu dy sytë e tua. Të thot sa shumë të dua, të thot në më vuaj, të thot që le dritaren si li këtu dy sytë e tua. Se s'jam mësuar, let më dho dikush këtë malë si ta shuaj, ne të bëhet ashtu si është shkrua. As mëngjezet dhe as netët pa ty si dua. Dita pa ty se s'jam mësuar, këtë malë, unë si ta shuaj. As mëngjezet dhe as netët pa ty si dua. Që kam bon, për sot? Qarë? Ti e diku? Rregullo mikrofonin. Qarë dë ndodhi sot? Jo, që të ndodhi? A du dali dikush? Ndoshta, nuk e dim. Si ndoshta? Nuk e dim, pra, edhe mund ta anulo. Jo, nuk ishte e djertisht, ndjeva shumë keq, sepse imagjino, këta e provuan, që bëm atë switchin, edhe po varnin turin, se menduan se... Rregullo mikrofonin. Po varnin turin kush? Po, sepse kur po bënin atë pjesën time, sepse menduan që okej, tani unë do bëj këtë, dhe ju e pan që ishte okej, që, kur do flasë, këto? Dhe unë ndjeva shumë keq, që në fillim, kur e lexova, sepse thash, pse duhet ke mestri, këtë lloj për të shfaqur, unë s'ka nevojë ta shfaq këtu, po. Why not, kupton? Po pra. Dhe? Pse nuk je sinqert me mua? Për çfarë? Që të më thush tamam çfarë? Kjo pra është ideja që nuk mendoj që... Ti e beson këtë gjë që po... Po të betojmë që po. Po më thua? Po të betojmë po, se njeriu nuk... Unë mund të të gënjej ty, po unë nuk mund të qaj për këtë lloj gjëje, kupton? Pa lidhje, ideja është që unë ndjeva realisht shumë keq. Por, ajo është... Po mirë, kur të thash unë... Çfarë? Kur të thash unë... Edhe Andueli u qaqë, nuk e deshte roli. Unë si të të shpjegoj ty atje në sy të gjithëve? Të më shpjegosh qa më rënë, nuk qa? Që të shpjegoj që nuk është ai roli. Si të ta, nga të ta them. Ti du të ma thoshe këtu më nëse nuk është ai roli. Nga këtu, për këtu, kur të ta thosha këtu? Qitë natë kemi që mbash, në mëgjes ishim bash. Po. Kur është përndan ishim bash. Po. Por, dje unë mora vesh që do ketë nominimet vazhdojnë. Unë nuk e disha. Po mirë, do dali nominime dhe kush... Po pra, dikush do dali. Nga gocat, mund dali Elinara. Po, kush do që dali, rolet do switchen. Okej, kjo është dhe njeriu që unë du t'i jap rolin tatë. E kupton, mund të bëj të njëjtat llafe, të njëjtat gjëra që bëre ti.
Në një kohë që ti si profesioniste nuk duhet ta bësh atë. Unë sinqerisht unë ndjeva shumë keq, ta thash, ta them prap, se unë s'kam se gënjej, ama prap se prap ajo është një vepër e jotja, shfaqje e jotja. Nuk di ku kam Gjuma, ajo është i gjohë, Dhe- unë e kam bot timen. Po pra, Ta kupton? Unë atë po Se ti po më e thoshe mua- adaptova për ju. po, ti po më thoshe mua një aktor nuk ka nevojë edhe për dy fjali. Atëherë, nëse dhe ti je Po. aktor, Po, teksti jot ishte nga fillimi deri sepse në fund. roli kur shifet që e bën dikush tjetër, e kupton gjithmonë lakmia është më e madhe. Okej. Dhe momenti që unë merrem vetëm me ty, krijoj absolutisht xhelozira, krijoj pakënaqësi ke amatorët, ke ata që e kuptojnë rolin vetëm aty.